Fakti që ne u futëm të marrëveshje detit, qoftë nga lija shtetërore. Dhe shpjegoj Andoni, e kanë bërë mediat greke dhe sigurisht nuk e kanë bërë në kokë tyre. Pikërisht, se këtë do të them tani. Ne po diskutojmë sepse këtë informacion që nuk e jep qeveria shqiptare, që nuk e jep zyre kryeministrit, e ka dhënë gjithë media greke, natyrisht, jo me kokë vetë. Dhe ne sot po diskutojmë atë gjë sepse na ngacmoi media greke. Dhe heshtja zyrtare. Deri tani shpejt për thënë heshtja shqiptare, po gjithsesi heshtja zyrtare. Po, heshtja zyrtare është realisht. Deri tani themi, s'kemi gjë. S'dim gjë. Çështja e detit se duhet bëj një farë debati tani, meqenëse nuk e di e kemi bargë apo jo. Po, Panajoti po ndinjesh. Nuk është çështje ordinere e ulët, siç u transmetua me cilët do merret politika greke. Jo, është nga çështjet themelore të politikës së jashtme greke. Sot për sot është çështja themelore që ka Greqia, sepse flitet për një zonë ku ka konflikte të natyrës ekonomike, ku ka interesa ekonomike, ka interesa politike, ka interesa dhe ushtarake. Kjo është që nuk mund ta ndashkalojmë. E dyta që shumë e rëndësishme. U tha që meqenëse marrëdhëniet Greqi-Amerikë tashmë janë shumë të konsoliduara, mision strategjik i Shqipërisë. Nuk ka mision strategjik në Shqipëri. Shqipëria është vend sovran, ku krijon marrëdhënie në kuadër të NATO-s me shtete që ne kemi interesa strategjike dhe i që quajmë shtete të interesave strategjike, Greqi, Turqi, Itali, Amerikë dhe vazhdojmë pasaj me Evropën që është një strukturë që nuk diskutohet sepse është pjesë, ne jemi pjesë e saj. Por marrëdhëniet janë të kësaj natyre në kuadrin e një sovraniteti dhe në kuadrin e bashkëpunimit reciprok, po jo të misionit që do të kryejë njëri në Shqipëri. Ne kemi problem me Greqinë dhe këtë ta dinë të gjithë, sepse e dinë. Zoti Barka flisë kam përshtypjen, korrigjoj profesori, kishte për mision Shtetet e Bashkuara, jo të Unë duhet t'i precizoj këtë gjëra sepse kur them opinionin tim, natyrisht unë i qëndroj këtij opinioni dhe në të gjitha rastet kur biseda të bëhet zyrtare, se do bëhet zyrtare, se nuk mund të mbahet se në fund këto biseda bëhen që të dalë një konkluzion dhe konkluzioni do dalë. Mirë, është ketë një reagim zyrtar, me thënë. Por edhe për të mbyllur gojë, çdo për të mbyllur gojë. Në të gjitha këto raste, ne duhet kuptojmë sovranitetin. Duhet thënë një gjë që unë në qoftë se unë kam mbështetur shumë Ramin Shadini, e kam mbështetur sepse për çështjen e reagimit të sovranitetit kombëtar është i vetmi politikan që ka patur Shqipëria i cili ka folur drejt, sakt, qartë për çështjet e problematikës që ne kemi në Greqi. I ka bërë hapur fare. Dhe shpeshherë mund t'i thojë që kishte kaluar dhe në pozicion nacionaliste. Nuk kishte pozicion nacionaliste, por çështjen e trajtoi edhe në Athinë, por edhe në gjithë deklaratat që ka dhënë nga podiumi ose nga parlamenti, çështjen greke e ka vënë në kuadrin e saj. Ne jemi këtu, jeni atje. Dhe konfliktet të cilat linjat ekstremiste greke që janë prezente, dhe janë prezente me synime territoriale që asnjë shtet tjetër nuk i ka në Shqipëri, dhe këto kanë krijuar sensibilitete në popullin shqiptar, dhe nuk janë sensibilitete të imponuar nga ne jonë, po janë realitetet që populli shqiptar ngacmohet në këto raste, dhe gjitha këto duhet marrën në konsiderat. Por gjithsesi ajo që duhet thënë në të gjithë bisedë duke i cilësuar gjithë të element, është ajo që nisa që në momentin e parë. Është gjë shumë pozitive që tashmë ato akuj 3 vjeçar të prodhuar në mënyrë artificiale nga korridoret ekstremistre që janë në Greqi dhe që arritën dhe ndikuan politikën greke dhe e bën politikën greke ekstremiste, tashmë po bien sepse nuk është e vetmja kontakt, kemi këtë kontakt, po kemi dhe kontakt në drejt për drejt të kryeministrit me kryeministrin grek. Dhe ai ishte pararoj e këtyre takimeve që nuk mendoj që do të mbyllen këtu, do të ketë takime tjera. Dhe unë nuk jam pse nuk janë ata transparent na i thonë, nuk thuhen. Dhe duhet të jem i ndershëm në këtë rast për thënë nuk thuhen. Po, e thotë Clementi, çështjet janë sensitive. Po, Panajot. S'më është lart. Po, Panajot. Nëse më mbaroj të them diçka dhe pastaj rimarr prapë fjalë. Jo, okay. Shiko. Po. Unë thashë deti, marrëveshja e detit dhe ndarja e detit është shumë e rëndësishme dhe nuk mund të zgjidhet me hamendje. E dyta e punës, për çështjen e detit, kemi një koncept të gabuar. Vajtja në Hagë është një çështje, apo mos kemi vajtën në Hagë. Thjesht kemi vendosur në parim 6 vjet më përpara që do shkojmë në Hagë. Dhe praktikisht nuk është bërë as edhe një hap. Dhe të diskutojmë tani ne detaje
Kjo është shumë e gabuar. Pra, dhe dy vendet do të çojnë në Hag probleme ku nuk janë marrë vesh. Pra, atje çojnë do të Ideja e Benit ishte që në këtë moment ka ardhur, ndoshta Greqia mendon që është momenti dur që ta shty procesin teknik përgatitjes. Do të bërë dokumentacioni për në Hag. Atje do të dalë. Sapo ju thash pak më përpara, që në Greqi i thanë Ramës që ne nuk jemi të interesuar më për detin, dhe këtë e lidhët me geopolitikën e re që krijoi Greqia me Izraelin, me Kiprin, me Libin, dhe në gjithë territorin. Prandaj është shpërsuar dhe Turqia kohë të fundit nga pala tjetër. Pra, të vim prapë këtu, tani vetë specialistët tanë që u morën deri në 2020 me çështjen e detit, thanë që në 2019-20 arritëm në masën 95, bile thanë 99%, dhe një element vetëm beti pa u marrë vesh, dhe marrëveshja u përmbys, kur ne, sidomos me mbylljen e gjive dhe përcaktimin e distancave nga gjithë mbyllura, fitonte Shqipëria shumë. Dhe kështu deklarua atëherë se me marrëveshjen e re Shqipëria fiton dhe nuk është më e 2009. Kush e deklaroi këtë? Po pse? Dhe pastaj Joni? Në studion tënde sopër kam thënë që kërkesa për të vajtur në Hagë do thotë që e çojnë në kalenda greke këtë çështje. 6 vjet më mbrapa nuk kemi as edhe një përpjekje zyrtare për të çuar atje. Kështu që të diskutojmë ne, të harxojmë kaq kohë, prandaj thashun që Dendja nuk vjen dot këtu në Tiranë për këtë. Mund të ketë diskutuar hëngër drek një orë ca, mund të diskutuar edhe çështjen e Dendjes si mund të zgjidhet. Por unë mendoj që kjo gjë i vjen dorës tani dhe Greqia prandaj bëri atë deklaratë, dorës Rama se po të detyrohej që ta çonte çështjen në Hagë, atëherë do kishte probleme me Erdoganin. Pse do kishte probleme me Erdoganin? Për arsye se është vërtetuar që gjatë gjithë kohës që nuk arrijej marrëveshja e detit me Greqinë, ishin interesat ose si thua precedentet që mund të krijoheshin raportet Greqi-Turqi. Dhe duke patur një marrëdhënie shumë të mirë Erdogan-Rama, ndikoi vazhdimisht, prandaj tash ishte e pamundur këtë, domethënë në Greqi qarket e ndryshme ishin hedhur kundër Ciprasit dhe Goxhias për marrëveshjen e arritur, bile domethënë pati një rezistencë shumë të madhe, por nuk thanë gjë. Për arsye se Greqia sapo kishte hyrë në disa transativa ndarjen e detit me Italinë, e cila u bë përsëri në disa zborë në Greqisë, ose disa ndarje të tjera, të cilat bëheshin vetëm që të arrijej Greqia të stabilizonte situatën, të arrinte disa rezultate që i thoshte Turqisë që unë fjen mirë vesh, vetëm me ti nuk mirë vesh. Kështu që dhe gjithë kjo situata e acarimit të Turqisë me Greqinë kohë të fundit vjen pas afrimit të Athinës me Tiranën. E vërtetë është, dhe këto duhet shkoj publicitet, sepse ky afrimi i Athinës me Tiranën dhe acarimi i Athinës me Ankaran, çfarë pasojësh mund sjellë midis Tiranës dhe Ankaras. Menjëherë pas publicitetit. Çfarë bëri Edi Rama? Në vend se ta vazhdonte aty ku e lap, me palën greke, pasi erëzoi gjykata kushtetuese në mënyrë absolute në kundërshtim me interesin kombëtar të Shqipërisë, dhe e faktoj shumë thjeshtë. Pasi erëzoi gjykata kushtetuese, pala greke kërkoi rinegocim. Unë u thash atyre që nuk bëj rinegocim ma. Arritëm ku arritëm, tani me qenë se kushtetuta e Shqipërisë përcakton se ligji ndërkombëtar prevalon mbi ligjin kombëtar dhe e lam që atë marrëveshje ta çonim në gjykatën e Hagës.
Ku ishte avantazhi, ta themi tani, i Shqipërisë? Avantazhi i Shqipërisë ishte se Greqia kishte negociuar marrëveshjen duke i njohur vetes 6 kilometra ujëra territoriale. Pala Greko u largua nga Korça dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujërat e veta territoriale. Ja, ky është Edi Rama. Andon, Tani, mjeshtër është. Berisha e ka bërë marrëveshjen e tij. Vetëm ka diçka, zoti Berisha, se nuk sulmon dot palën tjetër, sepse është e njëjta. Pra atëherë ka qenë motra e kryeministrit aktual. Po, ka qenë qeveria e djathtë, ka qenë ajo dinastia që e trashëgon atë parti. Dhe atë parti, me sa duket sa vjen në qeveri, synon të njëjtën gjë. Por në konsumin e brendshëm ai sulmon kryeministrin. Pra duket se është kthyer ajo, pavarësisht se Rama nuk po bën asnjë veprim. Berisha e vuri firmën. Po e shet detin. E vuri firmën, bile ka thënë dhe gjën tjetër, gjykatë kushtetuese ka ndryrë Turqia. Po e ka thënë, E ka thënë disa. Po s'kënte? Për llogarit ishte të tretë. Jo, e ka thënë tekstualisht Turqia. Një moment e ka thënë, ka qenë Turqia. E ka thënë Turqia. Tani Sokol,